Jemi sërish të së bashku ora kur ne analizojmë gjitha zhvillimet kryesore politike, një ditë e cila në fakt ka nisur me një takim i cili mund të konsiderohet si rutini kryeministrit Edi Rama me strukturat e tij në Elbasan ose kryesocialistit për qenë të saktë në këtë cilësi, pra është në agjendën e tij politike dhe ka folur si për sistemin e drejtësisë, po duket se ka dhënë edhe disa mesazhe duke shqetësuar kundërshtarët politikë atë se çfarë ndodhi me deputetin Sula. Megjithatë, unë do të prezantoj menjëherë të ftuarit me Faik Bashën, mirë se erdhe zoti Basha. Si që kam studio, për të folur për zhvillimet politike, jam me Roland Bejkon, mirë se erdhe zoti Bejkon. Dhe me zotin Frokçupi, mirë se erdhe zoti Çupi. Tani me që së bashku ne kemi trajtuar shpeshherë qëndrimet sa i takon sistemit të drejtësisë, por edhe politikës. Përse edhe një herë sot kryeministri, kryesocialisti Rama zgjodhi që të sjellë në vëmendje çështjen e drejtësisë, duk sikur e vlerësoi Altin Dumanin. Mund edhe të ta citoj, besoj ju e keni ndjekur. Çfarë mesazhesh na përcolli nga Elbasan kur tha që ka mbështetjen, ka pat sulme, i ka mbajtur mbi supe e të tjerë? Nuk ka një ndryshim në qëndrimin e qeverisë ndaj SPAK-ut, qëndrimin e kryeministrit. Problemi është se fushata normal që kërkon pikat të nxehta, kërkon pikat forta, kërkon momente arritje në fundit. Edi Rama e ka definuar reformën drejtësi padyshim si një vepër të qeverisë, si një vepër të këtij, sidomos të këtij katërvjeçari. Dhe mbi të gjitha dhe për ta aktualizuar është një frym qytetare, një frym popullore e cila vërtet kërkon më shumë nga SPAK. Por ndërkohë është një atmosferë tjetër po kaq e afërt me drejtësinë, saqë është frymë evropiane, saqë është frymë perëndimore, e cila në një shkretë të tillë drejtësie siç ishte vendi ynë, e ka konsideruar një fitore ose fitore e themi ne në mënyrë shumë komuniste, po është një hap shumë i madh për të afruar qytetërimit evropian dhe bashkimit evropian, sigurisht. Pa drejtësi dhe pa institucione drejtësie të pavarura nuk mundet t'i afrosh bashkimit evropian. Por të gjithë jemi të ndërgjegjshëm, qoftë qytetari, qoftë kryeministri, qoftë Bashkimi Evropian, se drejtësia nuk bëhet me njerë. Drejtësia do hapa shumë... Po, zotë Çupi, pa kemi një kryeministër i cili në rast e Belia i të vendos përballë, madje tha mos zgjoni të vini të prekni telefonin tim, do ta reformojmë, ka ngritur një strukturë që drejtohet nga Fatmir Xhafe, ndërsa sot duket sikur pas Velia i të ka ndryshuar kurs, nuk e di nëse i drejtohet këtu vërtet SPAK-ut, i drejtohet elektoratit që është pro strukturave të reja të drejtësisë, apo realisht ka bëjë me këtë qasje që ju vërtet analizoni që Albania do të jetë atje në Bashkimin Evropian vitet 30-ën? Kjo është kryesore, të tjerat pastaj janë vërtet ashtu siç po i përshkruani. Një nga çështjet është reformimi i drejtësisë, sidomos i këtyre dy institucioneve të drejtësisë speciale, siç është prokuroria dhe gjykata. Nuk ka institucion të reformuar që nuk duhet reformuar. Gjithçka që krijohet në këtë botë duhet reformuar. Dhe gjithçka që krijohet në këtë botë duhet të përsoset. Aq më shumë në sensin në raportin e drejtësisë. Praktikat e drejtanishme janë shumë evidente se edhe këto institucione padyshim kanë manifestuar, jo të thjesht defekte, kanë manifestuar, ka defektet në fundit të 30 vjet, ka defektet e shoqërisë, kanë defektet e infeksionit që ka shoqëria, kanë defektet e infeksionit që ka vetë drejtësia. Si mundet që një institucion që vjen nga një drejtësi e dëmtuar, e rënuar, e prishur, e padrejtë, në mënyrë të mëngjeshme në mëngjes të kthehet perfekte, e drejtë. Kështu që reformimi nuk duhet na trembë. Reformimi është një gjë që bëhet sigurisht në raport me të drejtën
Për çfarë i duhet kryeministrit të trajtojë në çdo takim çështjet e SPAK-ut, ku ne her pas here kemi vështirë që ta lexojmë qasjen e tij, nëse ka me gjithë strukturën, e ka me individ, e veçon nga rasti i Veliajt, bëhen praktika si ajo Komisioni Xhafa, i themi ne, për lehtësi komunikimi. Në çfarë kushtesh e sheh politikën sot në këto zgjedhje, kur i tha dhe ishte kundër asaj task force-s, larguar nga zgjedhjet e të tjerë? E keni fjalën për Edi Ramën, apo jo? Po, aty. Edi Rama u duk si kur nxitua dhe si kur shkoj të bënte të njëjtën gabim që po bënd, vazhdon të bëj Sali Berisha, duke sulmuar SPAK-u në momentin që u godite Rion Velia nga ana e drejtësisë. Mirë po e mori kthesën shpejt sepse Edi Rama është të paktën punon shumë me këto sondazhe dhe nuk mund të jetë 2 muaj para zgjedhjeve të bëj një veprim anti-elektoral si që bëri opozita. Kjo do të ndihmonte, do të stimulonte shumë të gjitha partitë e reja në spektrin politik që janë deklaruar haptazi pro SPAK-ut, duke pranuar me gjithë defektet ose ato pjesë të dobësive që ka sistemi i ri i drejtësisë. Kështu që Edi Rama tani është duke bërë dy veprime dhe mendoj që janë veprime të arsyeshme për të. E para është ai kërkon të arrijë një përfitim elektoral. Dhe këtë të parën e ndihmon me të dytën, duke thënë që reformën në drejtësi e bëm ne. Pra, atë sukses që ka SPAK-u, drejtësia e re në tërësi, e cila në raport me perceptimin publik është shumë e lartë, Edi Rama kërkon të paraqesë si arritjen e vet me qëllim që analogjikisht perceptimi publik të kalojë tek ai që e ka bërë këtë drejtësinë e re. E ndihmon shumë në këto momente Edi Ramën që ky perceptim të vej aty ku do Rama, nga publiku, pra nga votuesi. Edhe fakti që për momentin Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat realisht janë operatori parë, të cilët e kanë nxitur reformën në drejtësi, e kanë mbështetur fort atë, dhe pa të cilët jam i bindur që nuk do të ishte bërë. Pastaj çdo ndryshim apo reformë që mund të bëjnë në drejtësi nga klasa politike shqiptare, do bëhet siç din ata ta bëjnë. Do të thënë që do të thotë tek e fundit rasti më i mirë i një drejtësie të re e bërë nga politika shqiptare do të ishte që të goditen gjithë tjerët, vetëm mos goditemi ne, do të thënë, ata të pagoditshmit, të paprekshmit e 34 viteve. Edhe mirë po këtë nuk e realizuan dot sepse të pak ndër tani sepse kanë mbështetjen edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe të Bashkimit Evropian. Kështu që në këto kushte Rama ka leverdi, thash, elektorale për shumë arsye që ta mbështetë edhe për ato që tha Froku, sepse nëse ka vënë objektiv të parë fushatës së tij sot, referendum të kësaj fushate, integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, gjë që ka pasur edhe LSI-ja vite më parë, si kartën më të fortë, nuk mund të shkoj tek integrimi evropian pa reformën në drejtësi, pa pushtetin e 4, pa një nga 3 pushtetet e rëndësishme, të cilat i kanë munguar Shqipërisë në 34 vjet. Pra, gjithë kalkulimi Ramës është elektoral. Tani qasja e vërtetë e Ramës ndaj reformës në drejtësi do shikohet me atë komisionin Xhafa që tash duket sikur e ka vënë në ngrirje, se si do të reagojmë me atë pasi të marrë votat e qytetarëve shqiptar dhe të shohim se si do të konfigurohet nesër qeverisja. Por ajo që për cilën vë bas sot këtu po doni ju, është që si Rama të fitoj, ashtu sikur të ndodhi, sikur të fitoj dhe Berisha reforma, se Berisha e ka deklaruar, nuk e ka sekret, që do ta shkrijë SPAK-un. Po le do pris Venecian, do ta ndërtoj me Venecian, por natyrisht kurse por Rama do ta shpris, thotë që do ta shkrijë SPAK-un. Basti është ky që dhe Rama do ta preki reformën në drejtësi. Se si do ta preki pastaj do të ngele, do të parë, sepse ajo do të shikohet edhe nga faktorët e tjerë të cilët janë etrit e krijimit të kësaj reforme. Jo se në programin e partive politike dhe të Ramës nuk ka qenë bërja e reformës në drejtësi. E ka pasur gjithë kohën, në çdo palë zgjedhje që janë bërë në 35 vjet, të gjithë kanë thënë do bëjmë një reformë në drejtësi, por askush nuk e ka arritur të bëhet. Është më e mira, natyrisht, a përfiton kjo qeveri nga reforma në drejtësi sot, a ka kartë morale, le ta themi që Edi Rama ta shesi këtë, po mo ka kartë morale. Sepse edhe sjelljen që ka bërë në momentin që janë arrestuar ministrat dhe bashkëpunëtorët e tij të afërt, ka qenë një sjellje tillë që e ka hequr përgjegjësi nga vetja,
ka thënë përgjegjësia është individuale, pavarësisht se s'është morale në politikë, sepse deri dje kur ishte në opozitë i thoshte Berishës që ishte në pushtet që thoshte përgjegjësia është e sistemit që ndërton dhe jo e individit. Tani që erdhi në pushtet dhe po i bien një nga një, thotë s'di unë se ç'bëjnë ata që janë kumulladar dhe molla tjerë. Sepse në Ballkan, përgjithsisht se shoh dhe si po ndodh në Serbi, por veçanërisht në Shqipëri, askush nuk e njeh përgjegjësinë morale. Do të thënë, këtu mund ndodhin skandale të mëdha, askush nuk e dorëqen. Janë shumë të rralla ato figura politike që kanë dorëqen. Zoti Basha, ta shtroj në këtë dimension pyetjen. A ka frikë politika nga drejtësia dhe në hartimin e listave është kujdesur që realisht të jetë me duart më të pastra, të jetë më e kujdesshme, sa i takon pra drejtësi, si e ke parë? Edhe fakti që kryeministri her pas here është përballë, sikurse edhe liderët e tjerë që kanë qëndrimet e tyre. Shiko, në radhë parë na shkoi jeta me reforma. Maj mend që në shkollët mesme, që fillum t'i njohim edhe t'i prekim të çështjet, pastaj kur fillova universitetin, e njëjta gjë reforma, pastaj kur dolëm punë dhe vazhdojmë me reforma. Edhe si konceptohen reforma. Sa herë flitesh për reforma, thuheshe që do bëhet reform X institucion dhe ishte ideja që ky do të shkrihet edhe do të ndërtohet një institucion i ri. Ky është gabimi i madh. Dhe tu kanë luajt jashtëzakonisht keq dhe reformat janë përdorur nga partitë politike jo për të reformuar sistemin, jo për t'i dhënë një frym të re një sektori apo një institucioni, por janë përdorur vetëm për të hapur vende pune, hiq një militant dhe vendos një militant tjetër. Asnjë shtet nuk bëhet me militant. Shteti bëhet me institucione të mira, të mirëfillta, institucione të përgatitura me ide zhvillimin kombëtar. Çdo individ që punon në një institucion duhet di që te ky institucion dhe te ky vend rriten fëmijët e tij. Askush nuk i shpëton dëmit që shkakton duke drejtuar dhe menaxhuar keq një institucion. Pra, çdo kush fokusin do ta ketë vendi, familja. Qofse ti je patriot për familjen, je patriot dhe për vendin. Çfarë dua të them me këtë hyrje? Dua të them këtë. Unë kam thënë dhe deklaratat e mia janë krejt qarta që ne nuk kemi patur luftë me drejtësinë. Dhe terminologjia e përdorur, opozita, personazhe të ndryshëm, sulmuan drejtësinë, me drejtësinë, jo, absolutisht askush. Kush ka luftë me drejtësinë, unë nuk e përqafoj. Element të caktuar, të cilët e përdorin drejtësinë, përdorin sistemin, për të mbrojtur një ka politik, për të mbrojtur një individ politik, ose një individ të biznesit apo të shoqërisë, i cili ka probleme me drejtësinë, është një problem i madh. A duhet reformuar drejtësia? Po e reformuan, sa po e reformuan? Nuk kemi, se kur flasim për reform të institucionit, po flasim edhe për legjislacionin. A ka nevojë të reformohet edhe një nga e para e legjislacionit? Mendoj që jo. A ka nevojë të përmirësohet? Mendoj që po. A ka nevojë të përshtatet legjislacionit të Bashkimit Evropian atje ku ne aderojmë? Mendoj që po. A është bërë më e mira? Mendoj që jo. Pse? Sepse reformat nuk janë bërë. Ka frikë sot klasa politike në përgjithësi nga sistemi i drejtësisë sjeshe? Kur them klasa politike, nuk them për Ramon, por për gjithë. Klasa politike, gjithë politikanë. Klasa politike a ka frikë? Kjo është fjalë e madhe, mendoj që nuk ka frikë. A kanë frikë individ të cilët kanë vjedhur shtetin? Duhet kenë frikë. Nëse ne nuk ndërtojmë institucione që individ të cilët punojnë në institucione të kenë frikë nga shteti, kur flas shteti nga gjithë mekanizmat, përfshirë dhe drejtësinë, atëherë nuk kemi ndërtuar në një shtet. Me lista që shohim, a do të kemi ne një parlament më ndryshe nga konfigurimi, nuk po them qeveri, po them parlament, që do të thotë majtas, djathtas, partitë e reja, të vogla, do të jenë, ndoshta do të ndikojnë për mirë, ose do të jenë me figura më të pastra dhe që do të sjellin drejtësi në mënyrë se si bëhen, ose harnohen këto reforma, ose si ndërhyhet. Unë kam parë diçka te ky parlamenti i jartshëm që besoj që deri diku mund të shikohet dhe mund bëhet një skanim i përafërt, nuk po them 100%. Sa mund ne ta lexojmë? Për shembull, aty ke fusha ime që unë jo dhe mund të analizoj me detaje, nuk shoh asnjë element të ri, asnjë element premtues dhe asnjë element garantues, asnjë element garantues i cili ka treguar në vazhdimsi që është i aftë, është i përkushtuar për të ndërhyrë
tek sistemi i sigurisë. Se bët ju këtë? këtë? Siguria? Siguria jeni ju në lista diku? Se bët ju këtë? Siguria është problemi numër 2 pas korrupsionit në Shqipëri. Dhe mendoj që me këtë bashkohen... O s'dalë dhe problemi numër 1 tani me geopolitikë. Tani s'dua t'i jap atë kontekstin, po mendoj që dyshi është dhe siguria është problemi më. Korrupsion dhe siguri... Më falë vetëm një parantezë dhe vazhdojni. Për shembull, po shoh frok në televizionet franceze që unë ndjek shumë debatet. Nëse në Shqipëri ftojnë avokat përgjithsisht për të folur, sepse kjo është tema drejtësia korrupsioni, aty ftojnë general. Do edhe në krahas politikanë, politologë. Orientohen nga lufta. Po, ftojnë general, po general natyrisht, jo thjesht ka dalë nga gazelma dhe kanalat aty, janë general që kanë bërë studime, vepra e tjera janë. Po, kam përshtypjen se edhe zoti Basha Avokati nuk ftohet për të drejtuar drejtësinë. Avokati për të punë është ndërtuar për qenë abuziv në drejtësi. Deri në momentin që shkel ligjin. Avokatët edhe në Shqipëri kanë abuzuar në një farë mënyrë me qëndrime dhe deklaratat e tyre sepse kanë marrë përsipër të përfaqësojnë çdo lloj fushë. Tani ju pyesni Fajekun do jetë në lista. Po është shprehur pro reformës së drejtësisë, qoftë edhe me një fjali, siç e bëri dash Sula dhe të tjerë aty te PD-ja. Nuk të vënë ata, se ata kanë tjetër strategji, ai ta thotë që në fillim mund strategji ka qenë ky për drejtësinë. Ne nuk sulmojmë drejtësinë, por individ të cilët nuk i shërbejnë drejtësisë. A ka individ që duhet sulmuar? Patjetër, sepse Shqipëria ka vujtur nga shqiptarët dhe nga njerëzit të cilët kanë marrë përsipër Saliu thotë individ, Saliu thotë sistemi. Ta prishin gjithë. Sistemi, shikoj, nuk është problem sistemi, është në shoqëria, duhet reformuar shoqëria, po. Ne kemi problem në shoqëri se kjo shoqëri prodhon dhe këto institucione. Zoti Basha, tani të kuptojmë, ju vetë kur thoni dhe konstatoni që duhet të ju vetë jeni në lista, si jeni në lista, cilat janë marrëdhëniet tuaja, jeni në listë hapur, do të ishit gati, se po shikojmë që ka shumë ndryshe. Për shumë, kjo e zotit Sula më bërë përshtypje, shkoi diku tek PD-ja se pranoi, pastaj negocioi me të tjerë dhe atje s'doli, sot nuk e kishte bërë ftesë. Rama nuk ka, le të themi, konizat të cilat janë... U mbyll punë listave. Po mirë, po tani kontributet janë, po iku lista, po pastaj kontributet dhe orientime se mbyllja e listave, si e pak kënaqësi, këto pak kënaqësi, pastaj çoi vota. Shiko, unë quaj... Se jo kushdo do të jetë listë. Unë quaj përgjithësi të përfaqësosh një komunitet caktuar, mendoj që është përgjithësi të përfaqësosh një kategori të caktuar shoqërore profesionesh, është përgjithësi. Nuk është benefit që ti të shkosh në parlament dhe të përfitosh nga ato çfarë të jep ajo mundësi për qenë në parlament dhe për të përfituar nga këto. Ti nëse shkon në parlament dhe në merr përsipër të mbrosh zërin e uniformave, duke përfshirë polici, ushtri dhe qoftë edhe policinë private e cila është edhe një problem vete, policia bashkiake që është problem vete, komunitete të caktuara të cilët janë të papërfaqësuara në histori në parlament dhe ndoshta kanë nevojë për të patë zërin e tyre, mendoj që është një përgjegjësi. A kam patër unë dëshirë të jem në këtë rrugë dhe për të marrë përgjegjësi përsipër, sigurisht që unë duke qenë se edhe një ushtarak, edhe një me eksperiencë në fushën e sigurisë, jam ofruar për qenë pjesë e listave të hapura të mbyllura, pak problem ka për mua, më rëndësishme është që të jetë. Kjo është vendimarrja, pastaj duhet parë. Shiko, ne po sigurisht se Departamenti i Sigurisë po kalohet në filtra, me si do jetë ashtu, po pse s'jam në parlament? Po pikërisht kjo është, sepse sa demokratë dhe Gjirokaz nuk e marrë për veten, po e marrë si induksion për të treguar fenomenin. Sa demokratë dhe Gjirokaz mua më nxilin të parin, po ju e keni provuar, gjithë qarkun, jo vetëm Gjirokaz, një sekond. Jo, s'kam qenë deputet. Jo, pra, keni në gara, po pra, po një sekond. Kalohen filtra dhe për renditjen, po të them. Sa herë që demokratë dhe Gjirokaz më nxilin të parin, Sali Berisha ndërhynte nga Tirana, se Luli do bënte çfarë thoshte Saliu, nuk diskutohet. Dhe vendoste Benjaminin e vetë, njeriu që ishte jes shef, e kupton në çdo kohë. Kështu që pse jo? Sepse kam thënë jo disa herë. Po i the jo Saliu disa herë, ti ai të vendosë listë sepse i duhesh, jo sepse do. I duhesh sepse i sjell votën. Ti mos i ke vota, mos të vej vota te tjetër kund, domethënë dhe ai thotë, futi aty në listë ti marrin votën dhe bëj një premtim që kur vim pushtet do ta kemi në konsiderat atje këtu XY. Kontributin. Mirë, po shikoj pak fenomenin tani se do ta harroj po ta lë pak për më vonë. I futin në lista edhe ata që dolën nga primaret, bëri siç i bëri lista Saliu u tërroqën, ikën një pjesë e madhe e tyre që kanë realisht ishin më të votuarit në primare. Do të thotë që kanë ndikim në komunitet. Këta ikën fare nga lista. Pse? Sepse nuk besojnë që Saliu e ka seriozisht fitoren. E kuptojnë që nuk do të fitoj dot, se po të fitonte PD-ja, nuk iknin nga listat. Do qëndrojnë atje me ofertën që në ekzekutiv ju do të jeni dhe do të përfaqësojeni
do e thënë interesat e komunitetit tuaj në pozicionet larta, do e thënë shtetërore. Mirë po, duke qenë se ata nuk besojnë ikën, pse s'ikin nga PS-ja? Nga PS-ja nuk ikin sepse janë pushtet dhe din që gjasat i kanë më të mëdha të jenë pushtet se i ndihmon Saliu të jenë pushtet. Ai e bllokon rotacionin. Te PS-ja unë nuk po shikoj që të ikin. Jo, dhe zotëria e cili është... që të ikin nga të tjerë të shkojnë. E pra, ato themen që nuk ikin nga PS-ja, po ikin nga PD-ja, them po shkojnë se ikin nga PS-ja se janë. Ka disa, për shembull, Indri Bremllari i Partisë Lirisë ka qenë deputet. Po të ishin të bindur që Partia Demokratike do të vinte në pushtet, nuk largohej njeri. Bile do iknin nga PS-ja, do shkonin te PD-ja. Por duke qenë se me Berishën nuk vinë do të pushtet dhe din këtë gjë, largohen. Ja, po nuk është... Po them diçka, Trumpi ka përdorur... Mund ta thot vetë, por një njeri që ka bërë luftën realisht në media, është specialist për sigurinë. Unë e kam ndjekur dhe unë kam më bas me miq tanë përbashkët, duke kanë thënë që ai djalë nuk do të vihet në listë, kam thënë, sepse ai ka shprehur midis të tjerave, ndryshe nga të tjerët, ka shprehur konsiderata për drejtësinë të rësi. Ashtu siç e tha dhe këtu e ka thënë në studio të tjera, te Top Channel e unë e kam ndjekur. Dhe në këto kushte ata Saliu nuk i kalon dot filtrat. Kur them Saliu me metën një janë, nuk janë të ndarë. Jo, po janë në një koalicion, nuk janë ndarë. Se pranon ai të fus njerëz që nesër në parlament do të japin votën jo siç e do Saliu, po siç mendojnë këta se duhet bërë. Ka disa korniza të cilat duhet ruajtur të profilit personal, por të profilit publik të një personi cili ka marrë përsipër angazhim publik. Unë nuk është etike që njahime në parlament. Kjo nuk e kam gjë etike këtë pjesë. Atë që kam unë është që e kam bërë dhe do ta bëj. Mbrojtja e interesave të punojësve të policisë burgjeve. Mbrojtja e interesave të punojësve të policisë shtetit, të shërbimeve të ndryshme informative, të ushtarakëve, të cilët sa vjen dhe shtohet koha dhe nevoja për të vënë dorë mbi këtë strukturë kaq jetike për kohën ku përjetojmë. Për një zonë ku në votime në zgjedhjet e 2021-shit unë kam dalë në zonën time ku më njihnin, nuk është se isha kaq figurë publike, po isha ajo figura lokale, më kanë votuar dhe kanë nxjerrë forcë parë duke lënë mbrapa edhe Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste. Ku zonë tonë? Në Kamës dhe në zonën e Zallherit, Zallbastarit, dhe Paskuqan, janë disa zona të cilat unë kam aktivitetin dhe sigurisht që banimi, shoqëria dhe gjitha ato janë faktorë të cilët ndikojnë. Por unë e kam këtu që kjo kategori dhe ajo zonë, e cila nuk ka patur përfaqësues, duhet kishin një zë. Pse? Është problem tjetër, nuk është në shqetësim për mua kjo pjesë. E kuptova. Dhe Gjubi, çfarë strategjie kanë ndjekur, ose e thënë ndryshe, përse Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë i ndodhin pikërisht tilla situata duke analizuar pak edhe listat. A janë ato lista premtuese? A kanë ecur me meritokracinë? Bën primare demokratët? Nuk di çka ka ndodhur me Partinë e Lirisë, është parti e vogël dhe nuk di ta them konkretisht, nuk e kam informacionin tani se si ka rankuar njerëzit dhe nuk jam unë personi që mund të jap një ide se si mund të funksionojë një subjekt politik, nisur edhe nga rasti, nisur edhe nga çështje tjera. Për shembull, unë kam lexuar lajme në media që nga Partia e Lirisë ka patur disa rrjedhje, po them kështu, nuk i mbaj mend të gjithë emrat, më kujtohet Brahim Llari se kam pasur pasionesu, ka pat dhe në grup seksione që kanë shkuar dhe janë bashkuar Partisë Socialiste. Tani çfarë ka ndodhur? Si e shikon? Shiko, gjitha po të shikosh listat në përgjithësi dhe ftohtë të dy palëve, të dy anëve, kanë tiparet e tyre që her pas here edhe kryqëzohen, po përgjithsisht kanë tiparet të veçanta. Vetmja gjë që unë thua se në të dy krahët është ka të përbashkët është ruajtja status quo-s. Ndërsa dhe këtu lidhet, këtu vjen pyetja juaj, sepse Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë tentojnë me çdo kusht të ruajnë status quo, nuk kanë pretendime më shumë. Dhe status quo-ja ndryshon, pastaj prej kësaj status quo-ja ndryshon, cila është status quo-ja e Partisë Socialiste që tenton të ruajë. Tenton të ruajë superioritetin, tenton të ruajë patjetër epërsinë, por një epërsinë më të lartë se sa ajo që ishte herën e kaluar dhe me siguri po tenton 80 deputetë që në më lartë. Domethënë, e gjitha kjo, po për të ruajtur këtë gjë, mjetët janë të ndryshme pastaj. Ndërsa Partia Socialiste ka tentuar dhe po e përdor si mjet
rinovimin e Partisë Socialiste, rreth 50% të kandidatëve në Partisë Socialiste janë të rinj, po tenton energjizimin e Partisë Socialiste, dhe po përdor shumë më tepër, do me thënë si që shikoni dhe vetë kryetarin e Partisë Socialiste mbeti në bazë, po tenton me çdo kusht lidhjen e çdo individi deputet ose kandidat për deputet me elektoratin e vet. Gjë që tërësisht mungon nga pjesa tjetër. Atëherë pse largohen nga partia demokratike, që janë larguar, ande janë larguar më shumë në fakt. Janë larguar 3 veta nga Elbasani, 3-6 të tjerë nga Shkodra, të tjerë po largohen dhe kush largohet është dhe cilësore se kush largohet prej këtyre. Largohen përgjithsisht njerëzit që kanë më shumë lidhje me njerëzit, me bazën. Me votat, me popullin. Po pikërisht, me problemet e tyre. Dhe kjo është tragjedia, sepse në status quo në Partisë Demokratike është ruajtja, qëllimi domosdoshëm është ruajtja një grupi të vogël, një grupi i cili do të jetë bllokues në parlament dhe i cili do të jetë besnik ndaj kryetarit të Partisë Demokratike, të cilin e presin fortuna shumë të mëdha. Edhe kryetarin e LSI-s, edhe kryetarin e Partisë Demokratike pret burgu, thjesht. Meta është në... Ajo është atje, po nuk është akoma i dënuar. Nërsa Berisha për pak ditë merr atë rrugën drejt gjyqit, dhe me atë gjyq dhe me të tjera padyshim që do ketë një periudhë caktuar vegetacioni në burg. Kështu që kujt do të lërë partinë? Partinë nuk mund të lërësh njerëzve që kanë integritet. Dhe për shembull Dashtula është si është, çfarë thonë, si s'thonë, për mua është tip. Për mua është interesant, për mua ka lidhje dhe unë e di se sa lidhje ka me njerëzit atje. Dhe një njeri, le të jetë çfarë tjetër. Një njeri që ka lidhje me integritetin qytetar, nuk ka lidhje me Sali Berisha. Dhe nuk i duhet, realisht nuk i duhet. Ishte ajo vajza që ishte mbrëmë, se që është një Balliu. Balliu nga Elbasani. Balliu është naive, tërësisht naive, thotë unë jam idealiste, po Sali Berisha nuk e një fare. Dhe është ky brezi, pra ne nuk e do brezin e ri. Sepse këta janë njerëz që nuk e njohin që është Sali Berisha. E njohin Saliun si një burrë të vjetër, copa, shtrema që ka një laptop në dorë, etj. Po kjo nuk është njohja e Sali Berisha. Sali Berisha është katil në politikë. Dhe kështu që, pse do të duhet ajo, edhe unë çuditesha me të, që duhet kjo? Që duhet kësaj të afrohet Partisë Demokratike, kur nuk e njeh fare. Dhe tjetër gjë pastaj ndodh në Shkodër. Në Shkodër tërë personalitetet që ka pasur Partia Demokratike janë bashkuar Partisë Lulzbashës, euroatlantizmi. Pse? Është ai procesi që po ndodh në Partinë Demokratike, i cili me burgosin e Sali Berishës do shkërmoqet i tëri. Sepse nuk funksionon më si parti e madhe. Ajo do të pjesëtohet, sa më shumë pjesëtohet, aq më mirë do jetë për interesat e vendit dhe për interesat e Partisë Demokratike. Dhe fenomeni i Shkodrës është tentativë për ta pjesëtuar, për të marrë vlerat që ka Partia Demokratike në Shkodër dhe për t'i krijuar këtej. Kështu që në gjitha këto rrethana, domethënë tiparet e të dyja partive që her pas here kryqëzohen, por përgjithsisht janë krejtësisht të ndara, ajo çfarë takohen janë tek momenti i ruajtjes së status quo-s, një status quo e fitimtarit dhe e partisë që po e çon vendin drejt Bashkimit Evropian dhe status quo së Berishës, i cili realisht, jo për ironi, por realisht kush e njeh, e di që Sali Berisha nuk po tenton për fitore, asnjë lloj fitore, nuk kanë kokë fitore. Ka në kokë një grup të vogël, ndoshta më pak se sa ka në listat e mbyllura, por që t'i ketë besnik alias Flamurnok, alias Voksh, etj. Që ditën kur vi puna për grushta dhe për zjarr të jenë të gatshëm. Reklama, se i ka marrë minutat dhe rikthehem.
Kthehem së bashku me të ftuarit në studio. Zoti Beko, po shikojmë ka përcime politike, po shikojmë që këtu nuk kam e thyullës e ia dikur, pra elektorati majt, elektorati djatë, sepse bënte marrëveshje sa me njërën e me tjetrën. Tani shikojmë që dhe Rama i fton për shembull Dash Sulën që t'jetë pjesë e familjes socialiste. Basha këtu thotë që janë njerëz që duhen përfaqësuar dhe rëndësishme përveç partisë ka. Tha që ka marrë dhe ballista për Alit Valterin. Në fakt, Valterajt kanë qenë zogist, nuk kanë qenë ballist. Apo jo, Frok? Po i zogist, kush e tha ballist? Po i tha Rama që kemi marrë dhe ballista. Ka qenë konflikt me zogun, pa i ka qenë ai ishte datatori. Po tafërmit e tij janë shumë të lidhur me zogun edhe. Ata janë zogist. Janë të lidhur për mirë dhe për keq. Po, ka qenë për keq. Në gjithë këtë garniturën politike, shumë vërtet përshtypje nuk e dija e pat sot, se dija unë e komentova me ftuarit në orën 12, edhe pse isha në dilemën duhet me i dhënë zë ose jo. Na këndon Lulzim Basha. Na këndon. Edhe unë kër e kam parë kam qesh në fakt, sepse e njofje nuk është tipi tij. Tentoj të këndon të himnin atëherë që bënim ato protestat e mëdha dhe atje stonoj se kishte zërin praktikuar. Por problemi është këtu që pse gëzon Basha, domethënë. Jo, pse këndon? Po jo, gëzon sepse gëzon. Gëzon sepse e përmendi Rama. Po s'ka nevojë me thotë Rama i thotë ai ditë. Po një minutë, e përmendi Rama dhe të përmend Rama sot, domethënë duhet ta paguash, domethënë strategjistët e fushatave elektorale ndonjëherë si të bëjnë që ta ngacmojnë kundërshtarin që ai ti përmendi. Quhet flet lavdrimi. I fut në lojë, Po. Quhet flet lavdrimi. Po, i fut në lojë, edhe duke baradovat tani Basha në këtë moment, duke e përmendur Rama, erdhi në qendër të opinionit publik. Edhe në momentin kur njerëzit thonë pse këndon Basha ose dale se po këndon Basha, do të thotë është futur në lojë, të bëj diçka, sepse pa fuqia për të fituar simpatinë e qytetarëve shqiptar, sidomos kur janë opozit, do të kompensohet në një farë mënyre. Dhe në këtë mënyrë kompensohet. Rama i po i bën faktor. Se po i bën faktor Rama, jo se do të fitoj Basha, jo pse po Rama e bën faktor sepse do që nganjëra të balancoj pak këto ekuilibrat, mos të marri shumë vëmendje Berisha me opozitën e vet. Ardhur dhe ky civita, domethënë është ajo pritshmëria e lartë që diçka do ndodhi tek kampi i zotit Berisha për fushatën, dhe Rama tani çfarë bën? I jep një dorë Lulit, duke përmendur Lulin, edhe futet do që të ndajmë vota, do me thënë midis të dyve, që asnjëri mos të bëhet faktor. Është strategji politike. Jo, është strategji politike, por që e ndërtuar nga vetë zoti Berisha kjo strategji. Pse? Sepse kodin zgjedhor të tillë që ja bie Ramës në shtek dhe ja nxjerr bukur e propozoi Sali Berisha. Beko, vërtet si politikan se që mendon se votojnë Bashën, sot ka Basha mundësi të marrë votat e Berishës djathtëve? Se di. Do të them një gjë. Basha do të marrë më pak se ç'beson ai që do të marri, por do të marri më shumë se që mendojnë analistët se Basha do të marri. Kjo është e vërtetë. Çupe? Po më lejon, do të thënë dhe dy konstatime të tjerë që më kanë rënë në sy si fenomene gjatë kësaj periudhe. Një, e para është pse Rama burr Dumanin, do të thënë dhe flet mirë për Dumanin. Është kur ti bën prit, jo, po është fenomen. Se ka të bëjë me fushatën elektorale. Është kur që i bën Sali Berishës, duke qenë se flisim për strategjitë e Ramës. Është kur që i bën Sali Berishës, sepse sa më shumë Rama të flasi për Dumanit, aq më shumë do të çohet Berisha tani do thotë, shikoni që drejtësia është e kapur sepse po e mburr Rama Dumanin. Edhe e fut Berishën në kurth që të vazhdoj Berisha ta thellojë edhe më shumë atë gabimin elektoral duke sulmuar spakun, ndërkohë që qytetarët shqiptarë duan spakun. Tjetër çfarë më ka rënë në sy? Më ka rënë në sy reagimi i politikanëve të rinj apo të vjetër kur e heqin në lëkurë, jo kur fenomeni analizohet, opinionistët diskutojnë e tjerë. Në këtë kuadër edhe qëndrimi i zotit Sulaj. Zoti Sulaj, të cilin unë e kam mik, shikoj, disi është mua veti, njeriu është si duhet kur është në politikë gjë e parë që duhet kujdeset është të ruaj fytyrën. Duhet të ruash fytyrën. Pra, do hysh edhe dalësh nga gjithë ajo llumnaj, por duhet të ruash fytyrën, që mos të bëhet me balë. Ndryshe po e luajtë, po nuk e ruajtë fytyrën, ti je komprometuar me sistemin. Edhe pastaj të bie karta morale për të folë. Në këtë kuadër edhe zoti Sulaj. Zoti Sulaj vërtet ka mbajtur qendrim të shpërora me votë, edhe për që e kundërshtoi reformën zgjedhore, do të thënë këtë kompromisin pazarin që bëri Berisha me Ramën, por nga ana tjetër, për studio televizive dilte dhe thoshte unë jam gati të heq dorën nga mandati im, vetëm që të bashkohen demokratët, të vinë dhe ata të Bashës, e të forcojë kush? Të forcojë berishizmi. Do të thënë, Sulën e ëngri berishizmi. E ëngri pikërisht ai që unë, edhe miqët të tjerë, prej tyre vetë shëthemi
Po nuk pos mundëm berishizmin, nuk mundet Rama. Pra, duhet mundur Berisha që të mundej Rama. Pra që kosa të jetë Sali Berisha në atë pozicion në kryet të opozitës, Rama do të jetë në pushtet. Edhe sikur mos të ishte Sali Berisha i ndihmuar nga faktorët ose i penalizuar nga faktorët për qenë atje, edhe nga vetvetja, Rama do ta krijonte një mosër të tillë politike për fituar zgjedhjet. Sepse është mandati 4 dhe nuk e ka të lehtë. Do të thënë në çdo vend të botës një qeveri si e qoftë edhe suksesshme të ishte, për herë të 4 nuk do ta kishte lehtë. Këndon hip hop ka testuar dje Lulzim Basha. Kush e voton njëri Bashën, ky rikthim, është një shkelje syri me Ramën, me kryeministrin, me kryesocialistin. Është qisharake, a është faktor, si mund ta shohim se unë po i përmend këto duke parë se si është analizuar nga dje dhe sot ose si është trajtuar. Po janë gjitha to që tha zoti Beko për me atë batutën që e votojnë më shumë se sa çfarë thonë në media. Dhe më pak se sa pretaj sigurisht. Dhe Lul Basha ka krijuar një portret ridikull, qesharak. Dhe e ka krijuar për një kategori të caktuar, kategori mediatike, nuk e ka krijuar për njerëzit që janë në arë dhe bëjnë punët e tyre dhe për njerëzit që kanë për të mbyllur punët e javës e tjera, ata se kanë mendjen se sa qesharak është ai. Pastaj kohët po funksionojnë pik, por po funksionojnë në favor të tij, për të thënë vërtetën krahasim me partitë e tjera që kanë dalë nga Partia Demokratike. E treta është kujtesa, njerëzit janë të fiksuar, kanë kujtesën shumë të fiksuar, domethënë Basha dhe sa më shumë e lufton dhe përmendin ata të Berishës, ai më shumë nguroset si një legjend atje që dikush po e sulmon, Balozi po e sulmon. E treta, e katërta janë gabimet, janë defektet e këtyre të tjerëve, për shembull Ali Bejej ka humbur dje, kam përshtypje plot njerëz me emërimin e familjarëve të vet. Kjo nisi ka dy ditë që zihen këtë partit kjo, që vendosja e prindërve dhe familjarëve. E prindërve, edhe kjo, sepse këto janë parti të reja dhe njeriu është shumë i dyzuar kur shkon para tyre. Dhe kur dëgjon dhe këtë gjë, është pëson goditi shumë madhe. Unë mbaj mend, dhe kjo është varfëri politike, dhe më lejon ta them vetëm një gjë të thjeshtë. Në vitet 91 e patëm krizë të madhe qeveritare dhe shtetërore, politike. Dhe ra qeveria e Nanos, para Nanos, për ndërtonim qeverinë e stabilitetit, dhe unë mbaj mend që në redaksinë e gazetës RD, të vetmin faks që kishte Partia Demokratike ishte dhe unë, dhe më vinin nga bota lista të tëra me qeveri, na propozonin qeveri. Edhe ishte, edhe thoshte, unë ju propozoj këtë qeveri, thoshte se unë jam nga Amerika dhe vim me njëherë, bëjmë qeveri në të Shqipëri dhe kryeministri quaj Qazim Halimi, nën kryeministre Hasime Halimi, ministri i jashtëm Bledion Halimi. Domethënë, e tërë familja ishte ishte shkruar për të bërë. Prapambeti i jashtëzakonshëm, ju dini se prapambetu kulturalisht janë emigrantët shqiptarë të vjetër në Amerikë dhe të vjetër e të ri. Dhe kudo ashtu mbetën. Do me thënë, kjo është një prapambetje e lahtashme politike dhe kulturore. Unë nuk i afrohem kulturalisht, sigur ta kisha dhe njeriu që adhuroj, partinë që adhuroj, në kohën që dhe babë dhe nënën dhe fëmijën dhe gruan në partinë. Do me thënë, nuk hynë në gjykimin e tyre. E përmanda si një gjë të... Se ta panë soko djeta, nuk dhe japin dorëheqje nëse ne do të kishim guxuar për te... Edhe partia Shqipëria bëhet dhe baban nga Berati, që do të thotë se ashtu s'bëhet kur Shqipëria. Edhe këtë tjetëri vën të shka një familje të tërë që e vëte. Do thotë, i dha më shumë vëmendje kësaj gjë, po them që plot gjërat të caktuara po vinë në favor të aq favor i vogël sa ka Basha, por të paktën Lulzim Basha do të ketë, mund mos ketë deputet kur, por do ketë votues. Basha, po. Shiko, seriozisht, ky personazh është jashtëzakonisht i denjtë për cirk. Nuk ka nevojë as për make-up shumë. Dhe bën farë. Po si mund bjeri burri grepi parë që bjen ujë, kjo peshku parë që e kam. Për tra në grep nuk ka më të mirë se kjo. Rama e lun lojën. Tash s'mund t'i themi që është i dobët në këtë drejtime. Dhe
ky mendon që do fitoj nga kjo, nuk besoj që do fitoj aq sa i duhet Ramës. Edhe Rama po i jep aq sa i duhet Ramës për t'i dhënë. Sigurisht që në kohë fushate ne kemi 11 subjekte politike të cilat marrin pjesë në zgjedhje. Gjithë secili po mundohet që të jetë sa më në qendër të vëmendjes, po nuk jenë fushat në qendër të vëmendjes, nuk merr vota. Harroje, bëj ti fushat sa dush, nuk merr vota. Tentativa për të fut Lulin në qendër të vëmendjes është një tentativë e cila do ta dëmtoj deri diku se do shpërqendroj elektoratin e djathtë. Këtë do ta bëj. Pra të e bën. Po pra, këtë. Kurse ky si peshk, jo, kthej Leverdis realisht. nuk do përfitoj, ja do jemi këtu, nuk do përfitoj nga kjo situatë. Bëj prandaj e bën atë gjë. Nuk do përfitoj sepse shqiptarët janë lodhur me personazhet qesharak. Janë lodhur me personazhe se dhe burrat më të fortë këtu që kanë mbajtur pushtetin, në fund janë bërë qesharak. Teatri. Dhe ky është problemi. Kjo që ndodh në Shqipëri është teatr. Po ta vësh re, edhe këto si partitë e vjetra dhe të reja, liderët e tyre teatrojnë, do të thënë nuk përputhet ajo që thot francezi, shpirti me gestikulacionin. Pra, nuk e ndjen, nuk kanë empatia, nuk është brenda tyre, do e thënë. Edhe qytetari këtë e shikon, e ndjen. Për shumë, po të shikoj njëri nga këta kryetarët e partive të reja, ai imiton dhe Mussolinin, kur fliste para ca ditësh në një prononcim që bënte vetë. Kush ishte më, se lidhim do të gjithë kështu se janë shumë. Ky i Shqipëria bëhet, si e ka, Lapaj. Edhe me këto lista do degraduan, që futet se nisët për ta thënë. Futën familjarë do degraduan. Kur s'kan besim ke 35 veta që do i fusin listë, çfarë besimi do kenë? 1 sekond. 3 milion shqiptarë për qeverisë. Të gjithë ta bëjnë teatr, sepse kuptojnë që politika u kanë thënë që nuk ka rëndësi, u kanë thënë këta strategjistët që nuk ka rëndësi shumë se çfarë thua ti se nuk të dëgjon njeri. Bile nuk ka rëndësi as programi. Keni një program, por nuk ka rëndësi programi. Batuta e cënë në Shqipëri sepse njerëzit këtu të votojnë kur të ndjejnë, pra duhet të ndjejnë. Dhe që të ndjejnë ti duhet bësh aktorin. Gestikulacione, batuta, këngë, do e thënë, episode. Sepse sot VIP-a në Shqipëri, kush janë VIP-a? Nuk janë shkencëtarët VIP-a, nuk janë ata që bëjnë e lëmë për vëndin. VIP-a në Shqipëri janë ata tek Big Brother, janë ata që s'kan asgjë, s'ton asgjë, por ama këta të regjin gjithë vëmendjen. Pra edhe politika është bërë gati politike spektakli, nuk është politika që ka qenë në kohën, ja ta mbaroj, që ka qenë në kohën e Frokut, në kohën tonë të idealizmit, të besimit, që e para njëri ishte Shqipëria, ose ishte partia, pastaj ishte Shqipëria, ishte partia, pastaj ishte vetja. Jo, sot është vetja, pastaj bilesh dhe familja, e kupton, janë bërë njerëz shumë egoist. Edhe dhe një sjarim tjetër pse ndodh kjo futja e familjarëve në lista. Është faj kodit, jo këtë do ta them, është faj kodit. Kodin e bëri Sali Berisha me Edi Ramën. Këta e ndavën në dy fasha. Fasha e parë është lista e mbyllur, ku vën besnikët dhe ashtu si shta Froku, Rama, Vuri, ata të cilët do t'i ketë në parlament, se ata cilët do t'i bjerën vota i la jashtë, dhe shumë i bëri si strategji, se do të fitoj. Por partitë e vogla janë të dënuara, sepse të vogla janë. Kur themi janë të vogla, e pranojmë që janë të vogla, janë të reja, do të thotë nuk kanë aq shumë njerëz sa që të mbushin listat me këtë duan. Morëm unë familjarë, se tek familjarë janë të sigurt që ata i tërhiqen. Sepse këta dolin me parimin që ne dalim me listat të hapura. Pra, të gjithë deputetët që mund të futen nga këta nëse marrin vota, do të jenë listave të hapura. Dhe duhet të kenë njerëz besnik që ta plotësojnë atë deklaratën dhe të rriqen nga listat e mbyllura. Se votat njerë do numërohen për listat e mbyllura, pastaj për listat e hapura. Do zerojnë listat e mbyllura duke të rrequr familjarët dhe fillon numërimi për ata që kanë marrë vota më shumë në listat e hapura. Kjo është ide. Nikola Grateri është një nga prokurorët më të mirë të antimafjas. Dhe në një intervistë u pyet pse mafia po fiton kaq shumë terren, tashmë jo vetëm në Itali, po përfshirë dhe Shqipërinë, dhe Ballkanin Perëndimor, dhe Europën, përfshirë Spanjë, Gjermani, Hollandë dhe gjithë vendet. Çfarë po ndodh? Sepse terreni i kontrolluar nga politika tashmë dhe nga shteti po i kalon pjesërisht edhe mafjas. Ai dha këtë përgjigje. Po shikoni, tha, liderët të cilët drejtojnë sot Europën, mungon një element shumë i fortë, një burr shtetas. Dhe kjo ka bërë që gjithë fuqia dhe gjithë pushteti të shpërndahet në copëza të ndryshme. Imagjino të shi se me që e kishim të Basha, pa dashur për t'i dhënë edhe shumë vëmendje, imagjino të shi një kryeministër qesharak. A do bënte ndonjë gjë për shtetin?
do kishte aftësi dhe Ka pas dhe kryeministri që vi nga arti, nga humori, piktore. Kështu ka degradu pushteti. Vetëm me batutën, me imazhin. Prandaj ai po thoshte ai nuk e njihte bashkën. Ai se njihte bashkën, po ai njeh situatën geopolitike dhe politikën në tërësi. Dhe ky është element që i mungon politikës në Europë. Jam dakord me ty, është e vërtet. Mungon burrat është. Unë sapo mbarova se lexuari De Gaulin tani dhe arrita të kuptoja geopolitikën e sotme. Sepse besoj e dini shumë mirë që De Gaulli, ajo që i ndodhi Zelenskit tek Trumpi, i ka ndodhur De Gaullit me Churchill, i ka ndodhur De Gaullit me Rooseveltin. E kanë përzën. Po s'kish asë rrjete sociale, asë televizion. Të kuptonim ne ka shumë që vite lajmi deri tek ne. Unë jam në mbyllje. Zoti Besha, duke analizuar shumë shkurt atë se çfarë ju thatë në rresht, a jeni ju një këmbë jashtë Partisë Lirisë sot që flasim? Kur thatë, e di pse jam shumë e kujdesshme dhe nuk dua të fus në gjëra që ndoshta nuk janë të momenti, po thatë që njerëzit duhen përfaqësuar dhe kjo tok fjalë që mua më bën të analizoj dhe të thelloj, mund të jem të gabim, mund të më mohosh. Unë sqarova qartë qëndrimin tim. Qëndrimi është ky. Sigurisht unë e kam këtë në shërbim të opozitës për të rritur mundësitë për të fituar. Unë e thash edhe këtë që Trumpi në zgjedhjet e fundit, të gjithë kandidaturat në shtetet ku ishin ushtarak, njerëz të cilët kishin shërbyer dhe kishin kontribuar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fituan. Tani, ju kërkoni që Partia e Lirisë të kopjojë dhe të marrë modelin e Trumpit që se ka bërë. Nuk e kam të ajo. Unë e kam të kjo. Unë kam, pra, e kemi 8-0. 8 fituan. Pse? Bota ka ardhur në këtë pikën që kandidatura qesharake duhet dalin nga qarkullimi. Nuk mund të shtohet. Fituan se atje vlerësohet patriotizmi. Atje çdo që kur dalin nga barku i nënës dhe derisa vdesin, ushqen me dashurim për Amerikën dhe për atë për familjen e tjera. Kurse në Shqipëri, po të jesh patriot, të quajnë budalla, po të jesh i ndeshëm, të quajnë naiv. Që ta mbyll se po jam gjatë. Unë jam opozitar. Unë vazhdoj të mbroj interesat e qytetarëve, do mbroj interesat e kolegëve mi, uniformave, do mbroj çdo fenomen i cili i shërben qytetarëve. Ato të cilët përpiqen të sulmojnë të ardhmen, të sulmojnë vlerat, për mua nuk janë të mirë pritura. Por, unë jam opozitar dhe... Erdi të klubi jonë, mbroj parimet e veta. Jo, them të klubi jonë, të klubi i ne që se para teje kam më këndodhi mua. Kështu që bëra 3 vjetë luftë, në datën 11 vjeshor humë më mvullën, qëndrova të parimet e mje, po nuk shohat e saliu, ka një vjeshtër. Tani, lexuam qartë, faleminderit që me mua në studio, faleminderit që në ndoqët, reklama, lajmet pas pak nesër zakonisht në 10.